Mirëmbrëma të gjithëve, ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhjen. Ky është edicioni qendror i lajmeve në Report Televizion. Do të njohim me ngjarjet dhe zhvillimet e ditës së sotme, përgatitur nga Departamenti i Informacionit, nisi fillimisht me titujt kryesor. I ndërtuar mbi një pronë të ditërsuar, pa leje dhe i legalizuar në shkeljet ligjit, vendoset në sekuestro kompleksi turistik në vijën e parë të plazhit tek Rana e Hedhun. Pas hetimeve të prokurorisë së Leshës, gjykata lëshoi 9 masa sigurie, duke i dërguar në qeli pronarin e objektit Pjetër Tutsi dhe në rajs shtëpie 8 zyrtarët dhe punonjës të kadastrës, të IKMT-s dhe të policisë. Po sot, me vendim të GKP-s u konfiskuan 13 pasuri të paluajtshme tek Rana e Hedhun, ishull lesh, tale dhe vajin të provuara se janë përfituar nga veprimtaria kriminale. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Paris me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron për të marrë pjesë në forumin e paqes, një nis me shefit e Elizes. Rama do të ketë në mbrëmje një takim kok më kok me Macron. Më herët gjatë pasdites, kryeministri shqiptar mori pjesë në një bashkëbisedim me Guy Grissani, drejtori Le Grand Continent, me temë diplomacia në një botë ndar, lidershipi rajonar dhe ardhmja e multiletarizmit. Ndërsa më pas në një sesion të forumit së bashku me Macron dhe disa lider të tjerë. Në paketën fiskale për vitin 2026, qeveria ka parashikuar rikthimin e kompensimit të TVSH-s në bujqësi. Ministria e Financave ka përcaktuar që fermerit të kompensohet me një normë prej 10% të TVSH-s nga 0% që është aktualisht. Sipas draftit të ri, shuma e kompensimit do të kalojë direkt në llogarinë e fermerit. Në një vit kostoja totale pritet të arrijë në 15 milionë euro për buxhetin e shtetit. Kontrolli i lartë i shtetit ka deklaruar në Komisionin e Ekonomisë për kontratat koncesionare në shëndetësi janë bërë pagesa edhe për shërbimet pakryera nga privatët. Përpara deputetëve, kryetari i KLSH-s ka listuar një sër shkeljesh të evidentuara vjet në fushën e shëndetësisë, nga mungesa e shërbimit tek pamaftueshmëria e kapaciteteve për trajtimin e pacientëve me probleme të shëndetit mendor. Pas 2 vite shëtime, merren të pandehur 2 mjekët Ibrime Mata dhe Enriketa Kroi për neglizhencë mjekësore të një gruaje shtatzën me pasojë humbjen e foshnjës. Sipas prokurorisë së Tiranës, hetimet e nisura në vitin 2023 kanë nxjerrë se nëna e re ka humbur foshnjën pasi 2 mjekët kishin neglizhuar gjendjen e gruas, e cila vuante nga preeklampsia. Një 132 të vdekur është bilanci një mega operacioni antidrog të forcave speciale braziliane në Rio de Janeiro, mes viktimave dhe 4 oficer policie. Disa orë pas nisjes së operacionit, 81 persona u arrestuan dhe u bllokua gjysmë ton drog. Qyteti i Rios përfundoi në kaos teksa autoritetet mbyllën 45 shkolla dhe të gjitha qendrat shëndetësore të zonës. Në terren u dislokuan mbi 2500 forca të rendit. Pogradeci, një prej ekipeve sportive që ngritën dyshime mbi gjininë e volejbollistes së Dinamos, thotë se janë bazuar tek pamjet dhe se dyshimi nuk ka qenë vetëm mbi gjininë e saj, por edhe për doping. Edhe vllaznia thotë se e ka bërë kërkesën për garantuar garë të drejtë, por Dinamo i akuzon se tani po detyrohen nga federata për t'i dalë në mbrojtje vendimeve të saj të palishme.